Si që thash, ky është një mini muze me ato pak gjëra që shefi ka mundësuar t'i gjej, disa me shoqëri, disa me të blerë, disa që është e vërteta, unë disa për i këtyre i njoh, pra le të themi ky është një termometër që është përdorur për ushtrinë shqiptare. Si që shikojmë të këtu. Në këtë formë, ka qenë. Këtu kemi një pagure, një bidon që me ujë. Po ushtarit në atë kohë domethënë e mbante me ujë, pinte ujë din. Kjo këtu, kjo është plagoz në një ushtar. Kjo do t'i tregoj ato. I kemi lart. Kjo është goveta, quhet goveta ushtarit. Pra këtu ushtari mbante ushqimin, groshën, supën, ku diun çfarë, ushqimin, gjellën. Pra domethënë kur ikësh për marshinë apo ish ku diun një detyrë ka 600 gram. Po, ja këtu, kjo ishte. Kjo pjesa këtu ka qenë, kjo ka shërbyer